votuesi në zgjedhjet parlamentare në mënyrë ja delegon vullnetin e vet politik në partitë caktuar, e cila arrin me grumbulluar një shumicë prej 51% deputetëve, apo 50.1% të deputetëve. Atëherë çështja është e kryme. Nuk ka, ne kemi diskutuar këtu edhe në zgjedhjet e kaluara. Nuk ka kuptim me marrë një parti, e tha edhe zoti Abdi Gjiku, nuk shkon asnjë parti mu fut në qeveri nëse s'ka nevojë koalicioni për votat e asaj partie. Nuk shkon, unë nuk di raste të tilla. Nuk shkohet. Nëse partia e parë nuk arrin vetëm me fitue, atëherë ulet edhe bën koalicion për qeverinë. Çështja e presidentit 70 është 2/3, ato janë dinamika krejt tjera. Ato duhet më ul edhe me përzgjedh një kandidat që është i pranueshëm për të gjitha. Sepse s'ka kuptim. Nëse veç edhe një fjali, nëse më lejon, të lutem, sepse nuk ka kuptim. Një parti, një mohu parti se cila i ka 46%, derisa ajo drejt më njoft në parti me 22% apo me 18%. S'ka kuptim. Patëm shansën me ndonë shkurt. Rezultati ishte i qartë. 42% vendosja. Pastaj parti tjera. Po. Qysh me priti me bu koalicion, me kriju një qeveri normale. Jo, 42%, si ka thonë ambasadori i famshëm e Kusrim Sadikut, kur ditën e shpalljes rezultateve. Demos, ku po e din që është i famshëm? E di kush është. Kur ai thotë, Ma ideja është po tash ç'të problemi? mos gatishmëria do me bosh. Të ne Prece Çollaku ka replik me mu. Po normal. Kushtrim. Pesha Bob që si e shumë i kënaqur me rezultat, po shka më të bo, po më thonë spektakolare. Se mundem pse duhet me qenë unë i kënaqur me Ja, po rezultat. tash kur mëson të shmëngu. Pse duhet me qenë unë i Po kënaqur? tash në momentin që më thuti mu nervoz, Po ti nervoz je, po dukesh. Jo, kushtrim. Mund të shpokon ti nervoz se nash ti ke prit 500.000 vota, jo. Kushtrim. Mos je duke vendosur që jetu fol me krenarin. Andaj. Jo, ty, se krenori është të rrinur.